Ajo është vetëm 11 vjeçe, po kur shet tablot e saj të duket sikur ke përpara punime të një piktoreje profesioniste. Po flasim për Anabela Gjokën, nxënëse e klasës së 5 në shkollën Abedin Dino, e cila ka hapur ekspozitën e saj të parë, me më shumë se 70 punime, të cilat ka nisur t'i realizojë që në moshën 5 vjeçare. Këtu mund të jenë më shumë se 70 punime. Piktura është gjithçka që unë kam. Në pikturë unë nxjerr veten time, jam shumë e qetë kur pikturoj. Prandaj unë e dua shumë pikturën. Kur pikturoj natyrën, unë nuk jam që po pikturoj, po jam sikur jam futur në atë natyrë dhe po rri në atë natyrë. Prandaj më frymëzon që të bëj shpeshherë natyra. Dëshiron ta vazhdosh pikturën mbasi e shet edhe si një profesion në të ardhmen? Po. E dua shumë pikturën dhe nuk dua ta lë. Kurrë. Ajo që bie më shumë në sy në morinë e tablove të piktores së vogël të talentuar, është miksimi mjaft i ngrohtë i ngjyrave dhe jo më kot ekspozita titullohet Zëri im në ngjyra. Dashuria për pikturën, por dhe artin në përgjithësi, duket se do ta shoqërojë shumë gjatë këtë artiste të vogël të qytetit bregdetar. Ekspozita Anabela Gjokës do të qëndrojë hapur deri ditën e shtunë në ambientet e QKF Durrës.